22 marsi është jo vetëm një festë fetare e besimit bektashin, por kjo datë përkon me një nga ngjarjet më të rëndësishme për demokratët, e që ka të bëjë me fitoren e parë të zgjedhjeve pluraliste nga Partia Demokratike në 22 mars të vitit 1992. Sot, 25 vjet më pas, Partia Demokratike nuk është përballë euforisë dhe suksesit të shënuar në ato zgjedhje, por prej 32 ditësh vijon qendresën e saj të protestës përpara kryeministrisë. Një nga protagonistët e ngjarjeve të një treg shekulli më parë, Tritan Shehu, thotë se si ato herë është sërish koha që Partia Demokratike të marrë përgjegjësitë e saj për të nxjerrë vendin nga situata e vështirë ku është zhytur. Këtë gjë, thotë Tritan Shehu, Partia Demokratike do të arrijë duke siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Partia Demokratike e cila ishte jo vetëm inspiruesja, por dhe realizuesja, shpërthysja, drejtuesja e gjithë lëvizjes demokratike të Shqipërisë së vitit që nga viti 90 më tej dhe realisht faktori i cili çovi pasaj Shqipërinë në ngjarjen e 22 marsit në demokraci, padyshim edhe sot ka një përgjegjësi të madhe. Në momentin që në Shqipërinë e shohim deformimin e demokracisë, shohim rrezikshmëri për demokracinë dhe për lirinë, jo siç ishte dikur në nivelet në vitet 80 apo 70 apo 60, por padyshim në një mënyrë tjetër të kamufluar, duke tentuar të krijojmë deformime të demokracisë, duke tentuar të krijojmë autokratizëm në vend. Në intervistën për Report TV, ish kryetari i PD-s thotë se Partia Demokratike vijon të mbajë vulën si forca e parë europianiste dhe perëndimore, ndonse akuzat ndaj kësaj force politike vijojnë gjatë ditëve të fundit duke cilësuar këtë si forcë politike që po pengon integrimin, duke e bllokuar vetingun. Tritan Shehu ka këtë koment. Partia Demokratike nuk është bërë pengesë për të gjë dhe kur ka pasur mbi veten e saj, mbi kurizën e saj, violencën e rebelimit komunist për shembull të 97-s, por Partia Demokratike ka një vizion të qartë perëndimor dhe vizioni jonë i qartë perëndimor padyshim është ai që ne ndajmë dhe me aleatët tanë të mëdhenj. Prandaj unë mendoj që mos fshihemi mbas gishtit, mos fshihemi mbas gjethe fiku, le të shikojmë të vërtetën në sy dhe e vërteta është kjo, pikërisht. Koha kërkon përsëri rolin e Partisë Demokratike për konsolidimin e demokracisë shqiptare. Në zgjedhjet e 22 marsit të vitit 1992, që ishin të parat zgjedhje pluraliste, Partia Demokratike e fitoi atë përballje, por në 25 vite ka patur dhe ajo momentet e saj të vështira, siç ishte viti i hidhur i piramidave të 1997-s.